fëmijë me autizëm rriten sot në një ambient dygjuhësh për hir të interesit të lartë që kanë ndaj këngëve dhe filmave në anglisht. Pyetja është, a e pengon kjo zhvillimin e gjuhës? Fëmijët me autizëm e zhvillojnë gjuhën sipas një procesimi të plot gjuhësor. Dygjuhësia as përkeqëson dhe as shkakton autizmin. Dygjuhësia mund të jap konfuzion në rast se nuk përdoren teknikat e duhura. Si të ndihmosh një fëmijë dygjuhësh që të zhvillojë gjuhën? Vëzhgo me kujdes cila është gjuha e tij në jetën e përditshme dhe komuniko me të nëpërmjet saj. Mësoja fjalët në kontekst në të dyja gjuhët në mënyrë që t'i ketë të qarta. Qëndroi pranë fëmijës kur dëgjon këngë apo dëgjon përralla dhe ndihmoje të zhvillojë gjuhën nëpërmjet fjalive që dëgjon prej tyre. Mos përdor fjalë të dyja gjuhëve në të njëjtën fjali, por edhe kjo nuk është shumë strikte, sepse në momentin që fëmia i ka të qarta të dyja, kjo nuk krijon problem. Ndiq ritmin e fëmijës, që do të thotë, fëmia mund t'ju kuptojë mjaft mirë kur flisni në shqip, por ju përgjigjet në anglisht. Në thelb, gjuha është prani, është lidhje, është emocion. Gjuha është kuptim plot në cilën do gjuhë të flitet kur ajo vjen me dashuri për fëmijë.